Parashiri Simaku të ndalë mbrëm në Fier. Repertori këngëve popullore të Myzeqes, me një përpunim të formacionit muzikor, ishte në qendër të interpretuesës së muzikës popullore, si këngët, Hi dhe këmbën në Bjeri Gajdes Gajdexhi, palen më njanë ato të Shqipërisë së Mesme, në të cilat Simaku ka bërë emër. Stadiumi i lojrave me dorë të Fierit u bë një skenë vërtet muzikore e komunikimi me artistën, duke i sjellë probleme kordonit të njerëzve të rendit në përballje të fansave myzeqar të Simakut. Edhe repertori muzikës së lehtë ishte një pjesë e spektaklit të Simakut, me këngët në atë gusht në atë prush, pasuar me potpuri korçare dhe këngë qytetare shkodrane. Edhe këtu, këngëtarja gjeti modulimet e dura të zërit të gjallë, duke i bërë nder emrit të saj, njeriu të skenës, pa artifice të regjistruara, si modë për hapur tashmë, duke vënë në dyshim artistët e vërtet dhe vetë muzikën tonë. Publiku vënjat duar të rokiti mbrëm për rreth 3 orë këngëtaren Parashiri Simaku. Koncerti i dieshëm, i cili përkohej edhe me 30 vjetorin e lindjes së këngëtares, që në vazhdën e recitaleve në rrethet. Ndryshe nga koncertet e tjera, në repertorin e saj zuri vend edhe polifonia lave. Këngëtarët e grupit e Lapardas i dhuruan këngëtares Simaku me këtë rast urimin e parë për përvjetorin e lindjes. Ky nuk ishte koncerti i fundit i saj, tashmë atë e pret edhe publiku i kryeqytetit. Koncertet janë organizuar nga Radio Televizioni Shqiptar dhe Bashkitë e Rrethave.